Mbresat nga udhëtimi në Kinë, unë i kam lexuar në një nga organet e shtypit pas kthimit nga kjo vizitë zyrtare dhe mësova që ju kishit vizituar edhe morin e lartë kinez. Ka një shprehje mjaft e njohur në Kinë që kush viziton Kinën dhe nuk ngjit morin e lartë kinez, nuk është burr i mirë. Kësaj ju jeni një burr i mirë. Po, mirë, më tepër se sa burr i mirë, ishte burr i fortë. Po unë e ndjeshe qikte që unë ishe pak delikat, dhe më thënë kishe bo një ndërhyrje dhe një operacion në zemër dhe ndodhe diçka. Muri është shumë i lotshëm, edhe ku ngjitesh, natyrisht ka vend pauze ku mund të pushosh e tjerë. Po ne esnim, ai ishte drejtori për gjithë Evropën Lindore, s'na u nda fare ai Vangu, dhe kur arritëm në maj fare, që u qut një fitore, edhe më tha Birës Agroni më qeshe, si e smurë bardhe, tha. Unë gjitë deri këtu. Po unë e ndjeva. E ndjeva dhe aty kishte një që shëbente, ishte një deve. Dhe gjithë bëshin hypshin sipër dhe bëshin foto me deve. Dhe kur erdhëm aty neve, mu drejtu kinezi, më thonë të hyp. Unë si isha në gjendje, jemi sinqert, që të arrishe të shti, ase kishe në mend fare që ty pëshe këtë devejet, kishe një kujtimi, thash jo, dhe i buni shumë përshtypi se gjithë marshin në radhen. Po e ndjeva që për mu ishte e lotshme, edhe i buni përshtypje këti drejtorit. I tha, pse nuk e boni një foto, se bën gjithë, e kishin si shduk? I thash, t'jemi sinqert, thash unë ndjeva pak një dhimi i gjoksi. Aj me herë, moni qëndrim, si tha, po pse, kena gjëti? Thash unë kam bë bypasse. Po ta shikosh mërtam si ndryshoj fytyra. Si tha, po pse s'ma the, tha. Kjo shumë me përgjithësi, tha. Po unë s'te kishe lejuar kur. Edhe se kele, jo vetëm atë unë do kishe përgjithësi shumë të madhe që s'të pyeta, tha. Kaq strikt ishin ato, sa që duhet të thoshe që unë nuk ngjitëm këtu sepse është edhe përmend të her pas herës. Sa harroj, thonë, që nuk ma the që nuk duhet të ngjitesh atje sipër.